Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa tamu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Mirë se takohemi në këtë ditë të begatë, në ditën e Xuma, duke u lutur vazhdimisht për pranim të veprave, për falje të mëkateve, duke u lutur që të përfitojmë nga mirësitë dhe vlerat e kësaj dite të begatë, që kryesisht Allahu i Madhërisht i ka përcaktuar në favorin tonë dhe në të mirën tonë. Pranimin e lutjeve, namazit Xumas, dërgimi salavateve mbi pejgamberin alayhis salam, e shumë mirësi të tjera që janë përcaktuar për këtë ditë, lutemi që të jemi hisetar, pjesëtar të këtyre vlerave. Pastaj të ndershëm vëllezër, kemi përfunduar një temë disa muajshe që ja kemi dediku edukimit të fëmijëve dhe përgatitjes së prindërve për të qenë edukator të mirë, ose prind të mirë. Sot do të fillojmë inshallah një cikël të ri të ligjëratave të shkurtra para namazit të Xumas. Do të flasim për kodin e mirësjelljes. Dhe gjithsesi të ndershëm vëllezër që vetëm nga tema nën kuptojmë se kemi të bëjmë me një gamë të gjerë të vlerave, të shtresave të ndryshme, madje edhe të krijesave të ndryshme, duke filluar prej faktorit njeri, që në fakt hyn kodi i mirësjelljes, por edhe për krijesa të tjera. E kur flasim për kodin e mirësjelljes, për faktorin njeri, në radhë të parë i vendosim ata që Zoti xhalla xjalaluhu i ka vendosur me prioritet. Sikur ta kishim parashtruar pyetjen, edhe kisha kërku përgjigje për juve. Çka mendoni? Kush janë me prioritet mu sjell mirë në ndaj tyne? Sigurisht e kalojmë, shumica jonë e kalojmë provimin që prindet. Prindet janë ata. Prej njerëzve, prioritet i ka vendosur Allahu xhalla xjalaluhu prindet. Andaj të ndershëm vëllezër, kemi folur për këtë temë, nuk është ligjërata e parë që flasim, por do të flasim nga një qasje tjetër, nga disa fakte të tjera që i kemi shkëlqit në të kaluarën. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, po mundohemi që me sjell përkujtime, sepse kjo temë trajtohet shumë nga hoxhallarët përgjithësi, po sa shumë trajtohet kjo temë, në të kundërtën e saj, shohim që ka shkelje shumë. Shohim që ka keq trajtim të prindërve në kohën tonë. Ne nuk kemi të folë ligjëratën gjithmonë për ata që ndoshta për herë të parë prezantojnë, ne këtu ligjëratën e përcjellim edhe për xhamatin e xhamisë, po edhe për ata që janë jashtë xhamisë. Prandaj të ndershëm vëllezër, duke qenë se edhe nëse gjendja është shumë e mirë, shumë e kënaqshme, na prapë do të folë për respektimin e prindërve që me majt çat qëndrim. Pra edhe nëse ka respekt shumë për prind dhe shumë mirë i kqyrën prind, edhe kujdesmi, prapë do të me folë shumë që është me rujtë që ta. E lere më që ne kemi të kundërtën. Si dhe më gjenata e rej, po flasim që dhe më thanë ka shpërfillje, ka mos interesim madje, s'po themi me përqindje të madhe, po gjendja është jo e kënaqshme. Andaj në radhë parë vëllezër, kemi nevojë me përkujtu vetveten, me porosit që Zoti xhalla xjalaluhu i ka drejtu ose i ka adresu për këtë çështje. Shumë ka ajete në Kur'an që flasin për respektimin e prindërve njënë në anë dhe gjunahin, mëkatin e keq trajtimit të prindërve në anën tjetër. Unë po flas nga segmenti parë, Allahu xhalla xjalaluhu na i ka lënë testament prind, kujdesin ndaj prindërve. Thot Allahu xhalla xjalaluhu wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Na ja kemi lënë testament njeriut mu kujdes, mu bë mirë prindërve. E qysh do të vëllezër me kuptu qit mesazh na?
si besimtar. Unë po sjelli shembull dhe ju krahasim. Baba para vdekjes të kalon emanet, testament. Emaneti që përdoret në gjuhën e popullit tonë është testament. Pra, na kalon testament edhe e ruajmë, ja themi edhe vllau tjetër, edhe motrës, edhe atij tjetër se baba na kalon emanet që çështje, testament. Allahu na kalon testament. Pra është testament i Zotit Xhelel Xhelalu në raport me neve. Pra, sikur Allahu po dërmë thonë, o robët e mi, o njerëz, nëse interesoheni për ndonjë testament ja u kumlon prind të juve. Më kujdes për ta. Sepse krejt jetën ata e kanë qu për juve. Madje kanë herë borxh të haku jam si rezultat i kujdesis për juve. Për shembull, kemi thënë këto disa herë në ligjërata. Nëse ishin ndalë tash në rrugë me intervistu njerëzit dhe ata që s'po vinë me falë gjumon, një pjesë bukur e madhe e tyne jenë dashamir namazit edhe xhamis. A më thot kush më kthyer fëmin? Ani pse kjo teori është e gabuar. Edhe duhet mi bë zgjedhje kësaj pune. Pra, puna dhe xhamia duhet mi bë zgjedhje se nuk lihet xhumaja, po duhet mi bë zgjedhje, po them. Sidoqoftë, një pjesë e madhe e tyne thonë, po punojmë se s'ka kush na kthyer fëmin. Madje rrin pa gjumë natën, baba edhe nëna. Edhe le vetin keq veç me shkollu, sidomos në këtë kohë. Në këtë kohë sidomos, se para luftës të fundit, vitet 90 më herët, gjendja ka qenë më e lehtë, shkollimi ka qenë falas, me pak pare. Sot shkollimi krejt me pare. Kurse të ndryshme, shkollime ndryshme, gardarob çdo muaj, s'ka më sezonale, s'ka më vjetore, kanë kalu çdo muaj, vazhdimisht ka. Analet në herë fëmiu me mendu që të vërtet pra prindi, kjo është shumë sipërfaqësore, se për nënën tani s'po flas, për nënën çka të flasim na veç, do mujna me përmend një minimum, se ato na sado që të punojmë dhe t'i duam dhe të respektojmë, nuk mundemi mja shpagu nënës dhimbjet e shtatzanis, lemot lindjes, shtatzanis. E ku është tani pagjumësia, gjithënja, me shumë investimi tjerë. Krejt që tu e kanë qitë kuptim, ta kemi lanë testament prindin. Allahu që të përë. Në ajetin tjetër të vendimit, çka ka thonë Allahu? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Zoti yt ka marrë vendim. Qysh do të kuptoj këtë mesazh vëllazër? Mesazh hynor. Pra po sjelli shembull jo krahasim. I pari i venit ka pruni vendim të ri. Çka bëjmë na? Qysh i qasmi na çasaj? Shuni, gjithë shuni se po flet i pari i venit, presidenti. Edhe secili është interesuar me ndëgju se ka pruni vendim të ri në interes tonin, në favor tonin ose që ka të bëjë me neve. Që kjo është realiteti, që do thotë që kjo është për kushtimi ose për kujdesi i infove që janë me interesim. Allahu po thot, para afër 1500 viteve, Zoti yt ka marrë vendim, mos të adhuroni dikon tjetër pas Allahut. Mos ja përkushto adhurimin dikujt tjetër pas Allahut. Me njëherë mas kësaj, wa bil walidayni ihsana, dhe ka marrë vendim që të silleni mirë ndaj prindërve, të kujdeseni ndaj prindërve. Edhe shumë ajete të tjera. Pra, këto ajete unë jam shumë i vetëdijshëm që 10 herë i keni ndëgju dhe i keni lexu. Po, unë po e marr mesazhin për vetvete. Unë sa herë i lexoj, ja përkujtoj vetvetes përgjegjësinë time ndaj prindërve, qofshin gjallë apo edhe nëse kanë vdekur. Mos mi harru. Harrojmë na. Na jemi as që harrojmë. Sa Allahu çështu na ka përshkruar, krijesa që na harrojmë. Llogaritni vëllazër, harrej sa ka qenë pi Ademit alayhis salam. Çështu thot pejgamberi sa. Nesiye Adem fa nesiye dhurriyatu. Ka harru Ademi, kanë harruar pasardhësit e tij. Llogaritni Ademi në xhenet u kon ka harru. Në xhenet u kon Ademi alayhis salam, e ka shti Allahu në xhenet, harroi çka i tha Allahu. Pse? Pi habimllakut.
Kur I po ka të mira të xhenetit, harroj që ka thonë Allah mos ju afroj soi pemë. Më fani që po bëj me gisht, po kështu veç po du me krejta të mira të xhenetit, llogaritnin ata sa preokupimin e kim këtë kohë, sa sikletin e kim po çu harrojmë. Veç interneti sa na bën me harru. Kështu po thonë ata që përgjec, veç me najtë internet të harran e fshin harresën, kujtesën e fshin, e shtën harresën. E llogaritni gajlet, preokupimit e babës edhe kjo, e për atë arsye vëllezër, këtë që to na çojnë, na shpesh kemi nevojë mja kujtu vetvetes përgjithësitë e kemi filluar prej prindërve. Po mundohen ata me cik disa hadithe që të shumta janë, që kam menduar I kom përzgjedh disa paksima të veçanta apo koha e ngushtë. Transmeton Behz bin Hakimi, Allah qoftë I kënaqur me te, ka thonë pejgamberi, "Qultu ya Rasulullah", I kom thonë o dërguari I Allahut, "Men e berru", ndaj kujt kujdes në ma shumë. Ka në transmitimet ndryshme, kujt I kam hak ma shumë, e të ngjashme, nënës tonë. E pastaj ja Rasulullah, nënës tonë. E pastaj ja Rasulullah, nënës tonë. E pastaj ja Rasulullah, babës tonë. E pastaj ja Rasulullah, ata që I ki më afër edhe më afër. Që kjo është një prej transmitimet të rralla që I ka disa terminologji që nuk ka në hadithe tjera. Pra, nëse na shkon mendja me I bë mirë dikujt, sepse ne o vëllezër, shpesh herë mendojmë që pa I bë shokut mirë s'kena bë kurrë. Pa I bë atij që I kemi më larg, mirë s'kena bë kurrë. Jo. Mirë do të më bë prindërve. E nga prindërt vjen nona e para. Për shkak mundimeve, lodhjeve, mundit të saj, investimit të saj. 3 herë ka ardhur, domethënë obligimi ynë o më I madh ndaj nanës se ndaj babës. Amo ne nuk I dallojmë prind në shërbim. Siç e kam thënë edhe një herë, ata që na mi kujtojnë fjalë këtë xhami, kemi thënë, jo 3 gota ujë nanës e një babës. Jo, kjo s'shon kështu. Në respekt ne bëjmë barabar. Po bërë që kemi nanës më shumë. Ç'ky është për qëllim mesazhi. Jo me lëndu nanën, me lëndu babën në prezencë të babës. Jo me lëndu me lëndu babën në prezencë të nanës. Mi thonë edhe babë se kjerani, se s'muj me të shërby ty, se s'kom I shërby nanës. Jo, kjo qasë e ka bushmë është. Ose, valla nanën për qenë haqë, nanën për qenë numre, nanën për qenë muknash, babë të njerë se kjerani. Jo, kjo qasë është. Jo. Mirë po, kanar faktet, muna përkujtu vujtjen, sakrificin, lëndimet, mundet e nënës. E pastaj mas prindërve, vinë të afërmit. Qka I ki ma të afër në shpe, e kështu me radhë. Po ashtu, pecekin I thani të Ibn Abbasit. Ibn Abbasi, radiallahu anhu, djali I Axhës të pejgamberit, hoxha I hoxhallarëve në kohën pra prej sahabëve. E tuti. Ka ardhur një person dhe ja ka kajt një hall. O ardhi ka thonë Ibn Abbas, për gjenatës dytë, ky pyetsi, u shku me kërku një trajtim për Ibn Abbas. I thëtë, unë thëtë kur jem ka një ri, e kum feju një vajzë, një gru. Mirë, po kur edhe koha mu martu, aje nuk më deshti mu. Nuk deshti mu martu me mu. Edhe aje u martu thëtë dikon tjetër. Prej gjelëzis e kum mytë, thëtë ata. E kum mytë atë gruën. Qka me ba? Halli jem, po mundon kjo punë. Qka me ba? Ibn Abbasi, radiallahu anhu, pyetjen e parë që ka vojë, ka thonë, a I ki nanën gjallë? Tjertë për ndëgjojnë, tjertë që I nga nadhë për ndëgjojnë që ka për I thetë, që I ka interesu. I ka thonë, jo, nuk e kam nanën gjallë. Atëher I ka thonë, tu bil Allah, pëndohu të Allahu, edhe afrohu të Allahu, sot kish mundësi. U kry përgjigja. Dikush që u ka në afar aty, u shku I ka thonë tani Ibn Abbasit. A bon me ditë, pse I tha, pse e veta e ki nanën gjallë? Ka thonë, nuk një punë të mirë që ta afron te Allahu më shumë se sa respektimi nanës. Për çfarë? Që kjo është që po du me cek në këtë ligjërat. Vëllezër, pra, kështu e kanë kuptuar sahabët, I kanë kuptuar mesazhet kuranore që I shpjegova më herët. Diçka shumë e madhe. Kështu e kanë kuptuar porositë e pejgamberit e 3 herë nana, që kështu e kanë kuptuar. A e ki nanën gjallë? Nëse e ki gjallë,
atëherë përkushton ndaj saj. Se ki gjallë, pendohu te Allahu, bën punë të mira sa të mundesh për me fshi të kalunën tënde. Po ashtu është transmetuar për Ibn Omerit, Abdullah Ibn Omeri, djali I Omerit, Allah që të kënaqë me ata dy, I ka përmend një 9 gjunahe. Radhë, se ky është pe gjunahet mëdha, ka thënë ky gjuna I madh, ky gjuna I madh, e kështu me radhë, dhe ka thënë: "Wa buka'ul walidaini min al-uquqi." Çajtja për gjunahet mëdha, me çajt prind për keq trajtimit fëmijët. Për gjunahet mëdha. Me derë lët prind për keq trajtimit të fëmijëve që mojnë. Vallahi vëllazër, kjo është e rëndë. Edhe pak nashta ka prind që të kohë që pështojnë, pa lëtu si rezultat I fjalëve të rana gjeneratës të re. Pak ka prind që pështojnë pa lëtu për keq trajtimit. Ju dini vëllazër që unë nuk jam për herë parë të folë për këtë temë. Ju dini që unë këtë temë kam si puna e ilhamit. Sa herë këm folën në hydëve, ju që po I leni prind vete po shkon ti në Evropë. Pasha Zotin, veç që ta me ndëgju, veç që ders me ndëgjuaj, vallahi krejt Evropën mja falë, këtë nuk I vi. Milan, prind vetë, ose veç nanën, ose veç babën, e mjalan filan agencionit, ose filan shoqatës këtu me ta qu në shtëpit plezhve, e ti shka po qefe në Evropë, pasha Zotin s'ka mi dalë mirë. Kryesorja për gjunaheve të mëdhaja, sidomos gjenatës të re, për I drejtona kërkoj mirë kuptim për gjenatës vjetër, gjenatës të re, gjenatës teknologjisë, gjenatës që po këqyrë më bë multimilionera për një natë. Jo. Jeta ka rregulla, jeta ka standarde. Ruj parimet, tani ku të mrish, në rregull je. Ruj parimet, tani ku të mrish, ke në rregull je. Hisë prish punë, edhe multimilioner bono. Qështë kemi thonë, këtë gjami nuk u marru pa pare. As fabrika silin pa pare, as shkolla s'marrohen pa pare. Ama nëse marrohet gjamia, shkolla, të javqit kamën fyt prindve? Jo kjo. Edhe nëse I ke lanë prind me latë, je shkun, ke punu atje, ke pru, ke ndërtu gjamin, vallahi 150 gjamia marroj prap, s'kemi fshi borxhin e lodh vetë prindve. Llogarit për diçka tjetër. Pastaj e ka përmend Ibn Omerin që transmetim ka thonë dikujna, apo don me ik për zjarrit të xhenemit edhe me hin xhenet, I ka thonë pyesi po qysh nuk kam qef. I ka thonë e hayyun walidak, ai ki gjallë prindet. Qultu indi ummi, edhe ky ka thonë nanën e kam gjallë, veç nanën e kam gjallë. Qal fa wallahi law alint al kalam wa at'amt at ta'am. I ka be Ibn Omeri, wallahi ka thonë, nëse I zbut fjalët ndaj saj, I flet fjalë të buta, edhe ushqen me ushqim, letet kulen në gjennete, me gjteneb të lkebajer, ki me hinë gjenet nëse largosh për gjunavat tjera të mëdhaja. I ka be, ki me hinë gjenet. Po gjithmonë, po flasmi, I e falë, ke agjeru, I ke kry obligimit të Allahut, I largu për gjunavat mëdhaja. Nanës I flet fjalë të buta, fjalë të mla, nuk e ngrit zonin. Kjo vlenët për babën, se këtu ishtim të një transmitime tjera, po këtu ka armë këtë transmitim kjo. Bej ka bo, ka thonë, vallahi kemi hinë gjenet, nëse I flet fjalë të mbla të buta, edhe e ushqen me ushqim. Qka tja kana, që është djali mirë? Jo qka ta kana mu, se unë jam I ri, nështë ta mu më hatë diçka tjetër, ati që është I më shumë, o I smut, I hatë diçka tjetër. Shpesh na kemi më ripejt më shumë dhe këta. Bona ki baba ose në cilësin e gjyshit, ju ka kujtu një ushqim që ka hanë në rini, a I tash I ka po 90 vjetë. Ku është e kusë është dhe mja gjithë? Jo dhe s'ka bërë. S'ka tash se ku ha këti ushqim, ka, më s'pas nuk ka në Shqipëni. S'ka në Shqipëni, ka në Gjermani. Na po shkojmë për I lartë në Gjermani, me pas nevoj për veti. A shkojmë vëlla. Sot është shumë mundësia, tash e porosit më ramjet vjen. Që kja është? Edhe që kja është? Po thëmë, edhe që kja është respektimi prindit. Po, babës, nanës, piha, diçka qëtë. Unë e ta blej. Kisha pas qef mund që në qabe. Nështë të ti ki një plan tjetër, ki një plan shkurt me blej një kërë si vjetë materi, ose me zgjeru shpijen, ose.
Qabe. Në qabe tani këtë tjera vinë. Si tani atë doan që ta bën nana ose baba në qabe, u ky. Tani era alxhan edhe kerrin me blet të li edhe shtëpinë edhe krejt edhe sevapi ekstra. Qitojnë disa për gjërave të mira që mujnë me përfitu për i doave pastaj tyre. Ebu Hurajra transmeton se pejgamberi alayhis ka thonë kështu: La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqah. Pejgamberi sa thotë kështu: nuk mundet me i dal hakut fëmia prindit veç me një kusht. Nëse prindi i tij është sklav, e blen edhe e liron. Çfarë ke bëu diçka? Llogaritni, do marr këtë shembull të shikasil pejgamberi alayhis salam, sepse në atë kohë ka pas skllavëri. Por kënë me komentin e gjuhës toni bjen që krejt kapitalin që e ki, prap e ki të prindit. Tham, u munu baba se nëna për ty. E krejt me dhanë, mos mendoj që e ke kry hakun ndaj tyne. A nëse i vje puna që është po, do më dhanë atë ke bë diçka. Do më dhanë, i ke dalë hakut, nëse prindi o kanë sklav, e kanë sklavëru, e ke ble 1 milion. 1 milion, ka një harë miku 1 milion, po 1 milion ndesh me ta liru. 1 milion. E blen edhe e liron, që atër ke bodi qka për prindi. Pra edhe kjo hadith, edhe kjo mesazh e vëllezër, flet sa kemi përgjegjësi për prindet tonë. Po ashtu, po e transmeton Abdullah ibn Amri, Allah qoftë i kënaqur me te dhe babën e tij, thot, ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë, duke ja bë besatimin për hijret, për migrim, për shpërngulje. Mirë po i thot kështu, i kom lanë thët prind duke qajt, i kom lanë me vaj në sy, e unë po du me të bashkangjit ty në hijret. Që i ka thonë pejgamberi sa kështu, irgje ilejhima adhikhuma kema abkejtehuma, këthau të ta, bëri të qeshin, ashtu si që i ke batë qajnë. Llogaritin pejgamberi sa mi ka thirrë njerëz me bëj hijret. Parafërsisht kemi transmetim edhe me ndonjë kohë luftës, ku ka thirrë pejgamberi sa në luftë, mu mobilizu, ka shku dikush, i ka thonë po du me të bashkangjit. E ka veti ka thonë, a i ki prind, ka thonë veti kum lani ja Rasulullah. Tu çajt kum lani. Ka thonë ktheu, te ta bën luftë, me ta bën luftë, me ta bën xhihad. Domthonë e pe mundin me ta, për ta. Pra të ndershëm vëllezër, edhe ky hadith ose këto hadithe japin me kuptu që prioritet mbi prioritete për neve prind, pastaj pjesë tjera të jetës. Unë këtu duhet me ndërprej ligjëratën për shkak të kohës, për ndryshe shumë çka kisha qef me thonë, po koha ishte e ngushtë. Allahu na mundsoft me respektu prind, me i dash prind, të gjalla po të vdekur. Allah i mëshiroft prind tanë, ju të gjithë muslimanëve. Zoti shpërblet për momentin. Alhamdulillah.